Vret partneren dhe më pas vetë vritet duke u hedhur nga çatia e shtëpisë, plagoset e moshuara që tentoi të shpëtonte vajzën. Një ngjarje e rëndë shënuar në Itali ku një 40 vjeçare u godit me thik për vdekje nga partneri i saj. Tragjedia u shënua në provincën e Salernos. 40 vjeçari Diego Di Domenico sulmoi teter me thik partneren Ana Tagliaferri rreth 40 vjeç. Ai plagosi lehtë edhe nënën e saj, e cila përpoq të mbronte vajzën. Më pas ai u ngjit në çatinë e shtëpisë dhe i dha fund jetës duke u hedhur nga lartësia. Ana ishte një biznesmen e njohur në qytet, bashkëpronare me vëllezërit e saj në një pastiçeri. Disa muaj më parë, biznesmenja u nderua nga kryetari i bashkisë Vincenzo Servali në bashkinë e Cava de Tirreni për 50 vjetorin e kompanisë. Atë ditë, për krah saj dhe familjes së saj të ngushtë, ishte Diego gjithashtu i përfshirë në biznesin familjar me cilin ajo kishte filluar të jetonte më pak se një vit më parë. Dëshmitarja vetme e sulmit tani ndodhet në spital në gjendje shoku.